Shiko, ajo, jo vetëm që pengu, që kanë dëmtu procesin zgjedhor dhe imazhin e shtetit Kosovës, po ata abuzimet e tilla në një mënyrë kanë me ndiku edhe në mënyrë destimulative në tarmën të elektoratit Kosovës që mos dalin në zgjedhje ose mos përgjigjen, mos kryejnë detyrën qytetare që kanë me Kushtetutën e Kosovës për faktin se ata qysh tani shfaqin dyshime se vota nuk po shkojnë ati ku ata duan, po ku dojnë persona zyrtarë që janë të caktuar në qendet e numërimit. Unë besoj që në aspektin e është rikuperu në ashtë dami në aspektin e personat cilat ju kanë nështru këty lloj abuzimi ose të cilët ju janë vjedh votat. Mirë po në aspektin e kredibilitetit të shtetit, e KQZ-s, e mekanizmave tjerë që janë përfshim në procesin e zgjedhjeve, vështirë se mund të themi se janë rikoperu ose janë rehabilituar në plotni për faktin se kjo mënyrë abuzimit masiv do të përcjellë edhe një kohë gjatë si njollë e zeze një procesi që është rrallë i regjistruar në sistemet zgjedhore, mos themi edhe në vendet e botës së tretë. Dhe Zoti Hasani, kam një pyetje pak jashtë temës zgjedhjeve, po do t'ju pyes për fjalën përfundimtare të zyrës prokurorit sot në Hagë. E kemi pa propozimin prej 180 vjet nga 45 vjet për secilin. A ka bazë ligjore qoftë në atë të ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë apo në ligjet e tanishme një propozim i tillë? Unë aq sa keni dëgjuar dhe ju, e pash nëpërmes mediave, nëpërmes shkruame edhe elektronike se një propozim tillë të prokurorit, t'ju them drejtën, nuk bes i befasuar si çuditën, nga se kjo dhomë specializuar ka cenu, ka shkel çdo standard i cili është i etabluar ka herë në drejtën penale ndërkombëtare. Ne që jemi jurista dim se është parim, është standard fundamental në drejtën penale se aplikohet ligji i cili ka qenë fuqi në kohën kur janë kryer vepra penale. Ndërsa ligji më vonë shumë mund të aplikohet vetëm në situatat kur ai është më i favorshëm për të pandehun. Ndërsa janë disa kritere që determinojnë se cili ligj është më i butë për pandehun. Kur kemi të bëjmë me këtë situatë, nëse e merrni periudhën kohore brenda për të cilën akuzohen të pandehunit në Hagë, është periudha 1988, 1998, 99 dhe 2000, deri 30 dhjetor vit 2000. Atëherë kur në fuqi ishin ligje tjera, domethënë ligji penal i Jugosllavisë që aplikoi, që i përmbante këto vepra penale kundër drejtës ndërkombëtare, dhe dënimi maksimal ishte dënimi me vdekje ose me burgim deri 20 vjet. Mirë po, në vitin 2000 Kushneri kishte ndryshuar me rregullore këtë pjesë që parashtritet dënimin 20 vjet dhe dënim me vdekje, dhe e kishte përcaktuar vetëm dënimin kohor, kështu që dënimi kohor në këtë periudhë kishte ngel në fuqi 15 vjet. Domethënë, në asnjë mënyrë nuk do të mund të shqiptojë dënim më i madh se sa ai që parashihej në kohën ose në periudhën kur po akuzohen krerët e UÇK-s se kanë kryer penale krimit luftës.